Horoskopi ditor. Dashi. Yjet këshillojnë që të tregojeni të kujdesshëm ndaj fjalëve që do të thoni. Diçka e thënë në mënyrë të gabuar mund të shkaktojë konfuzion. Parashikohet një rikuperim fizik. Demi. Keni nevojë për pikë referimi për të qenë të qëndrueshëm, për shkak se dikush do të gërmojë në të shkuarën tuaj. Mjaft të favorshme janë bashkëjetesat dhe martesat, për shkak se sfera sentimentale është mjaft e favorshme gjithashtu. Binjakët, do të ndjeni nevojën për të këshilluar me ndonjë ekspert lidhur me situata problematike. Nga ana tjetër, kjo e Mërkur do të jetë mjaft e favorshme sa i takon ndjenjave. Gaforia. Hyrja e Venusit në shenjën tuaj do të garantojë një muaj mjaft të favorshëm sa i takon ndjenjave. Kush është në dilemë mes dy historive bën mirë që të zgjedh. Parashikohen emocione të forta. Luani. Gjatë kësaj të mërkure parashikohen të reja interesante në fushën e ndjenjave. Mund të përfshiheni në një dashuri të re. Këshillohet që të përdorni më mirë sharmin tuaj personal. Virgjëresha. Kjo ditë do t'ju gjejë mjaft të suksesshëm, sidomos nëse raporti në çift i ka rezistuar tensioneve të fundit. Po ashtu për ata që kanë probleme mund të ketë pajtim. Peshorja. Ju pret një ditë e cila do ju vendos në sprov dhe ku duhet të kuptoni nëse një raport funksionon ose jo. Bëni mirë që të ruani qetësim pasi dita nuk do të jetë as pak e lehtë. Akrepi. Gjithë e Mërkura do të jetë dominuar nga dashuria në saj të kalimit tranzit të Venusit. Më në fund do të lini pas krave një krizë të rëndë duke bërë që të ndiheni më të fortë. Shigjetari. Do të keni mundësi që të mendoni më shumë për dashurinë, veç bëni kujdes ndaj gabimeve. Këshillohet që të sqaroni situatat e mbetura pezull në mënyrë që të mbusheni me frymë. Bricjapi. Gjatë këtij trekoriku do të ndjeni nevojën për të kujdesur më shumë për trupin tuaj. Kjo për shkak se nuk parashikohet një ditë ideale dhe se nervozizmi do të jetë në qoshe, sidomos në raportin në çift. Ujori. Është dita e duhur për të folur hapur për gjithçka që ju shqetëson. Kjo pasi duke nisur nga e premtja, problemet do të vinë duke u shtuar. Peshqit. Kjo e Mërkur do të nxjerrë në pa domosdoshmërim për t'i bërë gjërat me qetësi. Është e kohë që të bëni shumë gjëra një herësh pasi nuk do jeni në gjendje. Ditët në vijim rezervojnë të reja të rëndësishme sa i takon ndjenjave.